Përshëndetje miq, motra e vëllezër, shok e shoqe shqiptar, ku do që jeni në tokën e shtrirë si djepi. Është një reagim, drejt për drejt vjen ky reagim prej meje, në lidhje me postimin e funit që e kum pas, te Facebooku profili im, dhe më janë lajmëru shumë njerëz që janë nga Kosova për shkak të zonit të asaj çka kum botu une, bëhet fjalë për këtë. A mundet dikush me dalë me tregu pozicionin e feministës Kosovës që e ka kritikuar dhe Granit Xhakën, granitin, si feministe me gjestin kundër Serbis, ajo thot jam muslimone. Unë nuk e di që muslimanizmi është kështu siç vepron zona Ardinë. Turpi i madh e cila nuk din qa është shqiptaria. A keni qoftë, pra kur them se kom musliman, është shumë e vërtetë. Një prej tyne që o theq kombin musliman dhe shiqër që e kemi në zona Avdiva, që sa e bukur është. Zoti ja plotësof dëshirat që i ka fshehta në këtë dinjë. Çitja ime në shi, më knaqsh, më jep energji, vullnet. Pse? Se shkon njerëz janë fill, unë e lip fill zanafilla, unë jam zanafilla. Ju përshëndes nga shku. Si që pot, disa kanë problem dhe zonin nuk del në Kosovë. Me siguri kështë bo strajk për copyright, pa ti unë kun fol në atë video, janë 3 sekunda 4, kur ka foli jati futbolistit të njohër, shqiptarit të njohër Granit Xhakës. Nga natyra unë jam shumë pas dashës, nuk ofendoj njerëz, vetëm sjelli mënyra tjera të lajmeve për ta zgjuar dijen të shqiptarët me pase ku jemi. Dhe një tjetër gjatë që kohëve të fundit ka marrë jehon shumë të madhe në internet është pozicioni i ministrit të shëndetësisë Arben Taravarit. Me të madhe sot u bë lajm dhe shpërndahet te njerëzit që llafosin shqip në Maqedoni se me 2 prill Taravari jep dorëheqje nga qeveria dhe nga posti i ministrit të shëndetësisë dhe largohet nga koalicionin që kemi njohur me emrin Vlen. Nga ana tjetër, çka është shumë e rëndësishme ju me ditë, në Shkup nesër do të ketë protesta dhe simbolika është 1859. Nëse e shkruani Arben Taravari në gematri, unë e di që nuk e kuptoni gematrin dhe numrat e gematris, por nëse e shkruani, nëse emri Arben Taravarit është i sakt, Arben Taravari. E merrni numrin 130, hiqet zerrja, ashtu siç e kam mësuar te Llagar, kur ka qenë drejtoresh e MMF-it, betet numri 13, bubullima. Me një prill është dita e rrenave, kurse me 2 prill Nastradini del prej qeverie. E keni edhe një numër tjetër shumë interesant të Arben Taravari, është numri 58, që i ka të baj me këtë që jam duke e bo tani une, këtë shëtitje, këtë tavaf në loginën e shenjtë Shkupit. E keni qorda jo. Numri 58 janë bisedat që i bohën në qatë për të shpërqendruar vëmendjen e shqiptarëve
nga jo çka është aktuale, çka ka me ndodhë në Maqedoni, në ditët në vijim, javët në vijim, muajt në vijim. E keni qorta jo? është karma. I tradhtari tradhtohet. Andjej keqardhje për Kresnik Bekteshin që e kanë arrestu, jo, as pak. Pes nuk du mi dhonë konetacion se pres shumë ma shumë të burgosën. Shumë ma shumë burgosën. Pres ma shumë burgosën. Nuk ka dallim grupi etnik këto. Ti ke marrë përgjegjësi. A nëse ke mendu që të pështon një kriminal, ordinari i Shkupit dhe në fund i vret kriminal, pasi ti ke kriju, e ke gabim. Aja karmë ka bët ndjek ti deri te pragu i derës. Dhe një numri tjetër është numri 95 të Arben Taravari dhe numri tjetër s'ka e lidh Arben Taravarin me kriministin aktual që ka fillu vallaj mi përdor disa të unikatilit që shikum përdor one kondor këtyne qilpopave të fez Bagdadit. Numri 33 i Arben Taravarit në Kaldian lidhet me Edi Raman, po kjo Edi me lexu nga ona tjetër është Ide Rama, nga ona tjetër Ide Amar, ka dhe Ide Amar, Ide Zabagrat. Po shqyqër zotit, unë në shkrujt aleanca ushtarake mes Kroacisë, Shqipërisë dhe ati bëm pjesë dhe Kosova, ne tani do të bëjmë përpjekje të kallëzojmë se ku jemi. Ne çka kemi mbet në Maqedoni, në Bosnje dhe Serbi, po ju që jeni në Kosovë dhe një më konë shumë kujdeshëm jo që trumbetoni aleancën e Serbijës, se nuk kanë mjë toleru. Unë e di halin tem, ne jemi pak të Maqedoni, a më kupton edhe i respektojmë rregullat e lojës. Pra, cila kompanie internetit nuk e di, cili provider është ai çka e jep internetin na. Edhe administratorët e Facebookut Kosovës kush e kontrollojnë, nuk e di pse e ka ndalë zonin të videoja ime. Nuk e di, vërtet nuk e di, po kjo është një pjesë e atyre aktiviteteve që e bën ekipi i imamit shqiptarëve të Tim Shkupit. Kështu që ju përshëndes, ju du shumë, ju kom informu se Facebooku i largon me 7 qershor, futet në fuqi dhe largon videot, nuk rrinë ma shumë se 30 ditë live-et që ka janë në Facebook. Dhe me siguri do të ketë ndryshimet noja, sukur që Elon Musk va ka suspendu në X.com të gjithë atyre që janë kundër Erdoganit dhe qeverisë të Erdoganit në Turqi e profilet në X.com. Kështu që mos u habitni, nuk bëhet kiameti edhe me mbet edhe pa internet. Kështu që ju përshëndes nga Shkupi dhe nesër mundësisht do të dalë të solidarizohem protesta për drejtësi, për ata që i kanë humbë më të dashurit e tyre në Koçani. Se ne jem njerëz, se kem pas edhe më herët unë kom reagu edhe për rastin kur ndodhi fatkeqësia në Bullgari, kom reagu edhe për spitalin modular në Tetov, dhe unë du ato njerëz të shoh burg. Të gjithë ato që i kanë udhëheq me institucionet e shtetit, pavarësisht kush janë dhe çka janë. Dhe mos e dhash Zoti, më ndodh ndonjë tërmet në Shkup. Mos e dhash Zoti, se shumë ndërtesa kanë me ra, dhe jo vetëm ata që kanë qenë krijetar, por dhe ata që kanë pi kafe, ndoshta edhe unë nëse kom pi kafe, e meritoj mu denu. E keni qarë dhe jo. Kanë bë krem këto 30 e kusur vjetë, kanë bë krem duke e bë kompromis sigurinë e qytetarëve. Ju përshëndes dhe ju du shumë. Fala nga Shkupi.